dyert e xhenetit janë 8. Gjësia mes një deri te dera tjetër është 40 vite udhtim. Kur do të hapen këto dier, vëllezër, tash paramendonja nuk do të hym detaje tjera se sa njerëz do të hyjnë se kena përmend më herët. Por paramendoni tash do të hapet dera. Do del ajo erë e këndshme. Ajo erë do ta nuhasin atë erë të lezetshme xhenetin dhe njerëzit do të habiten. Çfarë erë e këndshme është kjo? Saqë kjo erë, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuhatet nga largësia 70 vite udhtim. Do të thonë aq larg nuhatet kjo era, momentin që do të hapet dera, normal do të vinë kjo era e këndshme, pastaj edhe nuk do të mungojnë çka edhe selamet e vet rojtarëve dhe mbrojtësve të xhenetit. Kur do të hapet dera për sipari herë, do ta shohin banorët e xhenetit, do të shohin thot naim, do të shohin xhenet që nuk e kanë parafituar se aq i bukur mund të jetë ky xheneti. Pra do të shohin edhe mirësi të shumta. Do ta shohin xhenetin për sipari herë dhe do të kënaqen aq shumë saqë do të zitojnë që të hyjnë sa më shpejt në atë xhenetin Allahut subhanahu wa taala.